Pjesëmarrja në qytetin e Vlorës ishte goxha e lartë dhe e kënaqshme, salla u mbush me kapacitetet full dhe të gjithë mezi prisnin të shihnin filmin. Luizi dhe Kiara u surprizuan nga vlonjatet dhe vlonjatet. Ky qytet bregdetar me njerëz që flisnin me theks. O vella mi jep 10 bileta, i la mbresa të mira ciftit. Ata e shijuan shumë e ketë mbrëmje dhe u shprehen se do të jetë një mbrëmje e paharrueshme, si dhe çdo vlonjat që nuk e ka parë filmin ka mundësi ta blejë një biletë dhe ta shohë në një kinema tjetër. Ky udhëtim që i bukur për Luizin përveç detit dhe njerëzit që shumë mikprites e dashamires me batuta labe e tradicionale. Para se të fillonte filmi, shumë prej tyre kërkuan të bënin foto me çiftin Elli dhe padyshim në telefonat e tyre gjithsecili realizon 2-3 foto si kujtim nga çifti Elli Vlora. Për çiftin Elli është një krenari sepse aty është ngritur flamuri i kombit tonë, aty ka qenë themeli dhe kultura shqiptare. Kiara dhe Luizi kanë mbajtur një fjalim të gjatë përpara se të fillonte filmi dhe pjesëmarrësit të rehatoheshin për t'i shprehur këto fjalë në shenjë mirënjohje. Gjithashtu dhe Luizi është treguar mirënjohës dhe falenderues, duke thënë se është mirënjohës për të gjithë pjesëmarrësit. Gjithashtu ai ka shkëmbyer dhe disa batuta të cilat kanë bërë Kiarën dhe disa persona jashtë kinemase duke bërë si vlonjat dhe duke i thënë se dhe unë jam vendër në jug. Ore baba, këto kanë qenë një veprim që ngre vlerat e kombit, sepse Shqipëria është një e tëra, ne jemi një kombi forte dhe i bashkuar, kemi tradita, gjuhë, zakone pothuajse të njëjta. Kjo është një shenjë e mirë dhe vlerësim për të gjithë ne për njëri tjetrin. Çifti Elli ka shumë destinacione të tjera për të vizituar, sepse filmi siç e kanë premtuar do të shfaqet në shumë treva të Shqipërisë si dhe në vendet europiane. Ne i urojmë suksese çiftit Elli, shikim të këndshëm në vijim. Ne i urojmë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.